Afrimi afatit të fundit që ka politika javën e ardhshme për miratimin e reformës në drejtësi ka forcuar thirrjet dhe presionin e ndërkombëtarëve që partitë në Shqipëri të finalizojnë votimin e saj në parlament. Zëvendët sekretarja e përgjithshme e Shërbimit Evropian të Aksionit të Jashtëm, Helga Schmidt, i bëri thirrje ndërgjegjes së çdo deputeti të Kuvendit të Shqipërisë për të mos vonuar më reformën, e cila ndikon drejt për drejt jo vetëm në procesin integrues, por edhe ekonominë e vendit. I know that all parties, government and opposition, are keen to move the country forward on its EU path. E di që palët duan të ecin përpara, por politika këtu vuan nga mungesa e besimit. Deri më tani është bërë një punë konstruktive në parlament. Finalizimi i reformës në drejtësi është i rëndësishëm sepse do të luajë rol në shtetin e së drejtës, por do të jetë edhe një kontribut për një mjedis transparent për investimet. Kjo është në interes të integrimit në Bashkimin Evropian, prandaj është përgjegjësi individuale e deputetëve të marrin këtë shans dhe të miratojnë reformën. Edhe eurodeputetja dhe njëherë është kryesuese e delegacionit të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asocimit Shqipëri-BE, Monika Makovej, ton politikën shqiptare të pranoj vetingun nga ndërkombëtarët, që sipas saj do të pastronte sistemin e drejtësisë. Në një intervistë për Deutsche Welle, eurodeputetja Makovej e pyetur mbi qëndrimin e Partisë Demokratike, pasi është e papranueshme të refuzosh ekspertizën e huaj. Të refuzosh ekspertizën e njerëzve që dinë si bëjnë përzgjedhjen e gjyqtarëve dhe kanë eksperiencë, është për mua e pajustifikueshme. Fjala është tani për një komision të formuar nga ekspert nga sistemi i drejtësisë, me antar të barabartë nga shumica e opozita. Janë këta ekspert që do të bëjnë vetingun e gjykatësve dhe prokurorëve, por gjithashtu edhe përfaqësues ndërkombëtar do ta monitorojnë atë dhe do të kenë të drejtën që të bllokojnë dosje ose kandidatura që mendohet se nuk i plotësojnë kushtet. Makovej megjithatë shprehet optimiste për një zgjidhje që çon në miratimin e reformës. Situata mund të zhbllokohet. Flasim për pak vota që mungojnë deri më 21 korrik, kur qeveria duhet të çojë ligjin në parlament.